Strukturat e emergjencave civile janë gati për të përballuar çdo situatë që mund të sjellë dimri apo fatkeqësi natyrore. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, deklaroi se kapacitetet janë rritur, ndihmuar edhe nga partnerët ndërkombëtar. Ne jemi duke punuar intensivisht për të rritur që të gjitha këto kapacitete, pikërisht edhe programet konkrete me partnerët tanë konsistojnë në rritjen e këtyre kapaciteteve, por nevoja për të pasur më shumë absolutisht që është e domosdoshme. Ai foli edhe për fundet që do të marrin bashkitë gjatë vitit të ardhshëm. Përveç fondit të kushtëzuar që alokohet drejt për së drejti nga ky program rreth 1 miliard lekë në nivel kombëtar, natyrisht ka dhe fonde të tjera që janë për investime të drejtë për drejta në rritjen e kapaciteteve teknike, por edhe në investime që shkojnë për parandalimin e fatkeqësive natyrore. Këto deklarata Çako i bëri gjatë një stërvitje me strukturat vendore të bashkive të Juglindjes.